Do të flasim për Big Brother dhe për atë i cili nisi zinxhirin e shpëtimeve duke u zgjedhur si më i shpëtuari nga publiku puntatën e fundit. Për Mateon dhe në studio jam me motrën e tij, Kejsin. Faleminderit shumë Kejsi për kohën. Përshëndetje, shumë faleminderit juve për ftesën. Kur po bëshëm gati për të nisur bisedën bashkë, po e pyesja pak Kejsin, i thash si po e përjetoni etj me radhë. Do doja që faktikisht Kejsi ta ndante me të gjithë ju, si po e përjetoni ju si familje Mateon në Big Brother. Me thënë drejtën, ne po e përjetojmë shumë mirë, përveç me që kam pak stres nga fakti që po i menaxhoj çdo gjë jashtë, po ne na ka pëlqyer shumë Mateo, nuk është se na ka befasuar, me thënë drejtën. Mateo siç është aty, është edhe në shtëpi dhe me shoqërinë e ngushtë, nuk ka asnjë lloj ndryshimi, kështu që neve nuk na ka dalë jashtë pritshmërive si familje, se e dim si është. Është kjo eksperiencë për Mateon ashtu siç ndoshta ai mund ta ketë menduar më përpara, çfarë ju thoshte? Mateo, me thënë drejtën, ka pas një dëshirë shumë të madhe të futej në Big, nuk ka pas të mundur të futej edicioneve të kaluara për arsyet e veta në lidhje me punën dhe gjërat e tij personale që ka pasur jashtë. Dhe ishte një ëndër dhe një sfidë me veten që ai donte se s'mund ta realizonte dhe i erdhi mundësia ta realizonte këtë vit në momentin e duhur. Është si çdo doje ti të ishte aty brenda? Po, nuk do t'i ndryshoja asnjë gjë sjelljes Mateos aty brenda. Cilat mendon që kanë qenë këshillat që e kanë ndihmuar? Për çfarë i keni thënë përpara se të futej ti, familja, sa tjetër e familjes? Ne kemi dhënë gjithë të njëjtën këshill, edhe është e njëjta këshill që ai ka dhënë dhe vetes para se të futej aty, që t'ishte vetvetja, edhe nuk i kemi dhënë asnjë këshill tjetër përveç kësaj. Thjesht t'ishte vetvetja dhe ta merrte gjithçka shumë lehtë. Dhe me thënë në kuptimin që në fundit ajo është një lojë dhe mos merrte asgjë personale nga askush prej banorëve ose ndoshta kur dali jashtë prej komenteve jashtë. Po ai çfarë këshille ju ka dhënë ju jashtë, si duhet ju ta përjetoni këtë Big Brother? Prindërve i ka thënë që mos lexojnë komentet. Mu më ka thënë mos u bëj xheloze. Edhe kaq, thjesht nuk ka dashur ne të ndikohemi nga komentet. Unë personalisht nuk jam njëri që ndikohem nga komentet, po e kisha pak edhe unë frikën e babit dhe mamit, po që dhe ato po hecin shumë mirë deri tani. Po e përjetojnë mirë këtë Big Brother. Po. Do doja pak të flisja me ty për Mateon jashtë Big Brother, e më pas do dalim pak tek loja dhe tek disa situata që nuk është se ka pasur të pakta aty brenda në këtë periudhë që ka qëndruar. Si e kalon Mateo një ditë normale? Mateo një ditë normale 99% të ditës e ti e kalon në punë, do më thënë nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 9 është 9:10 është në punë, më pas shkon në shtëpi se normalisht shlodhet për një ditë tjetër që fillon po njësoj, ndërsa fundjavat mundohet të relaksohet, shkoj ndoshta në një pushim i shkurtër, ndonjë festë, në një gjë për të hequr pak stresin e gjithë javës, pasi është gjithë kohës në punë. Gjithë kohën në punë. Gjithë kohës në punë. Sa i dedikuar është, prej sa kohësh merret kaq shumë me palestër? Mateo ka shumë vite që merret me palestër, ka që në 9 vjeçare, që në klasë 9 mos gaboj që merret me palestër, e nisi si që nisin gjithë palestrën, me thënë drejtën, pastaj u kthye në një pasion, pastaj u kthye në një edukim, pasi Mateo dhe shkollën e lartë e ka bërë për edukim fizik dhe sporte, dhe me pas u kthye në një profesion. Dhe jam shumë e lumtur në fakt që Mateo profesionin që ka e bën me pasion dhe është diçka që ai realisht e bën me qejf dhe me dëshirë të madhe dhe s'besoj se ka për të dalë ndonjëherë nga qefi, madje më ka ngel pak hatri që nuk ka bë stërvitje mjaftueshëm aty brenda. Ska dhe motivim, se e kam vënë që i kërkon dhe atyre të tjerëve dhe nuk i vjen njeri. Ja pak për tac. Mateo nuk ka nevojë për motivim nga tjerët, e ka të vetja vetë, po Mateo po kërkon aq shumë aty të ketë ca pesha, edhe ca gira dhe i bëj thirrje produksionit që t'ia plotësojnë. Si kush do i gjen ka aty shishe ujë sa doj për të gjetur pesha. Tani, do flasim pak për Mateon brenda lojës. Po. Pyetja $1 milion. A e dinte Mateo që do ishte Brikena dhe si reagoi kur e pa që ishte banore? Mateo e dinte sepse Mateo fut pas Brikenës. Ata prandaj them. Kështu që normalisht... Jo, në momentin që i tha po ftesës, kjo është ideja. Në momentin që i tha po ftesës, jo. Okej, nuk thjesht në momentin që pa që ishte futur Brikena, thjesht i tha produksionit që... E vurin ndjeni. Po, e vurin ndjeni që unë e njoh këtë vajzën, se normalisht gjithkush aty besoj e vën ndjeni nëse njeh një banor aty brenda apo jo. A e ke ditur ti për njohjen që ai ka pasur me Brikenën?
Jo, nuk kam qenë ndje një fare, se nuk është një bisedë etike mendoj ta bëj një vlla me një motër për çdo vajzë që flet ose ka një njohje ose një marrëdhënie le të themi. Po thjesht As kur Brikena u bërë shumë virale si Miss Kosova dhe dilnin videot e saj kudo në rrjetet sociale, nuk është se tha që e njoh. Jo, fare, Mateo tha e njoh vetëm në momentin që u bë pjesë. U bë pjesë Brikena e Big Brotherit, edhe tha thjesht unë e njoh këtë vajzën. Edhe para se të futej, thjesht më lajmëroi mua, domethënë fiks ditën që unë e çova që të futej në Big Brother, thjesht më tha që Kesi, unë kam pasur një njohje me këtë gocën, kam pas një fargje me këtë gocën dhe po ta them para praki sepse nuk e di se si mund të merret brenda. Po nuk është se nuk më dha as detaje, as në çfarë niveli ka qenë marrëdhënia e tyre, as gjë, dhe më thënë drejtën, as nuk është se e pyeta, sepse Mateo nuk donte fare që kjo gjëja diskutohej brenda ose të bëj kaq e madhe ose të kthehej në një temë diskutimi. Po thjesht më lajmëroi se me thënë drejtën aty brenda del çdo gjë, qysh doli dhe do vazhdoj të dali. Kështu që ishte e pashmangshme që mos ma jepte një indicje që edhe unë t'isha pak në dieni. Po që të them plotësisht me plot gojën që po e dija, jo nuk e dija. Nuk e dije. Si po duket qasja që ka Brikena dhe gjithë ajo që ka ndodhur mes të dyve gjatë gjithë kësaj periudhe? Mua Brikena më duket sikur do ta shmangi, po në të njëjtën kohë nuk po e shmang dot. I qesh ftyra kur e shef, mendoj që ndoshta Mateos mund të jetë zgjuar një pëlqim i vjetër, po një ndjenjë nuk e them dot që mund të ketë një ndjenjë. Po duket që të dy ndoshta ngacmohen her pas here me njëri tjetrin, me buzëqeshje, me shikime. Po nuk e di, këtë ka ndër Mateo dhe Brikena. Çfarë mendove në momentin që Brikena e çoi në nominim dhe pastaj Mateo e shpëtoi në zinxhir? Mua më duke pa drejt fakti që Brikena e çoi në nominim. Normalisht Brikena është lojtare si gjithë tjerët, ka strategjinë e vet të lojës, edhe e bën lojën siç mendon ajo se është më e mira për favorin e saj. Po unë duke folur në emër të Mateos në këtë rast, mendova se ishte e pa drejt, duke qenë se ai ishte një nominim për zarvëzi dhe personat që ishin në atë grup në nominim, ishin për tjetër arsye. Dhe Mateos nuk i takonte të ishte pjesë ati nominimi, dhe unë se kam parë në asnjë moment rrezikuar me thënë drejtën nga i nominim. Pavarësisht se me zemër në dorë kemi parë momenti kur ishte nominimi pa rezultatit, po. Po thjesht Mateo, për mendimin tim, ka bërë gjë më të mirë që zinxhirin e ka filluar me Brikenën, sepse kjo tregon karakterin e Mateos, që pavarësisht se ti mua më bën një të keqe, unë vazhdoj të bëj një të mirë, se në fund ditës e cili tregon vetëm e vetë dhe karakterin. Dhe Mateo është si Brikena, më jep një çokoladë t'jap 10. Po Mateo po jep çokoladë, Brikena po i dha çokoladë. Brikena s'po jep çokoladë, fare. Ka pasur disa komente në rrjetet sociale edhe nga familjarë të Brikenës në rrjetet e saj, pra reagime, qoftë për çështjen me Mateon, qoftë për nominimet, qoftë për gjithçka ka dalë. Ju kanë shqetësuar? Jo, me thënë drejtën nuk na kanë shqetësuar fare, se Ky për shembull ishte një reagim që u bë enkas për Mateon, privatësia, çështja. Ndalem 2 minuta vetëm ta lexoj shumë shkurt. Besoj ti e ke parë, po për ata që na ndjekin, ndjejmë përgjithësi të sqarojmë një parim të thjeshtë. Fjala e dhënë nuk është temë loje dhe çështjet e jetës personale nuk përdoren për strategji apo përfitim publik. Kur dy persona bien dakord që e kaluara të mos diskutohet, ajo marrëveshje duhet të respektohet, pavarësisht rrethanave të lojës. Ky reagim publik është bërë në rrjetin social zyrtar të Brikenës, për ta përmendur. Vendimet që pasojnë janë pasojë e thyerjes së këtij parimi, jo e emocioneve apo interesave momentale. Të qenit figurë publike nënkupton përgjegjësi dhe transparencë në atë që është publike, por nuk e shfuqizon të drejtën për privatësi dhe as nuk e justifikon hapjen e detajeve personale që nuk i shërbejnë askujt. E kaluara private nuk është material loje. Ne zgjedhim të mos hyjmë në detaje dhe as të drejtojmë gishtin. Qëndrimi ynë është mbrojtje e privatësisë dhe e dinjitetit, jo sulm ndaj askujt. Si familje qëndrojmë në mbrojtje të një parimi bazë. Fjala e dhënë respektohet dhe kufijtë personal nuk te i kalohen për strategji apo vëmendje. Respekt për të gjithë.